punëtët, e din fare mirë kush është ai Bruni, flok shkurtër 45 vjeçar, që s'ka si lidhje me as me Edi Ramën as me Partinë Socialiste. Tani, ky e di kush është. Juve si e keni mbyllur hetimin dhe nuk e keni marrë këtë njeri ta pyesni që me që e dinte, aq më tepër që ishte ministri i brendshëm. Ja ku e keni sot tu ta ulan ballën, merreni me vete, po doni t'ja shpjegoj. Por ka dhe një gjë tjetër. Ky që e dinte për një çështje trafikantësh, a nuk është mos kallëzim krimi ky? A nuk duhet hetuar për mos kallëzim krimi ky? Se ky e deklaron publikisht. Prandaj pyetja ime është, pse hetimet nuk i bët një siç duhet, por e kaluat pavarësisht se ne e dim pse, sepse në atë dosje del shoku Olsi Rama që nuk mundet që të hetohet në asnjë vend. Është vetëm ai që hyn aty dhe del i pafajshëm dhe spreket. Dhe spreket sepse u mbyllën hetimet padrejtësisht. Dhe kjo është prova. Minimalja mund t'ishte marrë, ta ulan balla dhe thoi hajde, na e trego ti kush është, meqense ti e di. Se je ministër i brendshëm. Ka qenë ministër i brendshëm. Dhe nuk është marrë as kjo. Prandaj duhet të jemi më të sinqertë me qytetarët, mos themi që po hetojmë, po le të themi të vërtetën që po bëjmë sikur hetojmë që të na rrojë partia e të na rrojë qeveria. Faleminderit. Faleminderit.